I moshuari që la gjithë pasurinë kujdestarit të tij, arsyeja do t'ju prek. Një 84 vjeçar, i cili kishte jetuar i vetëm për vite me radhë, vendosi t'ia linte gjithë pasurinë kujdestarit të tij 32 vjeçar, njeriut që e kishte ndihmuar pa interes që nga dita e parë. Sipas dokumenteve të testamentit, i moshuari kishte humbur kontaktet me familjen prej më shumë se një dekade, ndërsa doli se kujdestari ishte i vetmi njeri që i qëndroi pranë gjatë ditëve të tij më të vështira, duke e shoqëruar në spital, duke kujdesur për ushqimin, medikamentet dhe madje duke kaluar orë të tëra me të që të mos ndjehej i vetmuar. Burime pranë të moshuarit treguan se vendimi ishte marrë kohë më parë, pasi ai e konsideronte kujdestarin djalin që nuk e pati kurrë. Ai nuk kërkoi asgjë prej meje, por më dha gjithçka që më mungonte, respektin dhe njerëzin, shkruhet në një letër që i moshuari la pas. Pikërisht ky gjest mirënjohjeje ishte arsyeja që e preku zemrën e shumë njerëzve sapo u bë publik testamenti.